Protestat që po trondisin Iranin janë një thirrje drejt për dinjitet, liri dhe të drejta themelore. Ato nuk janë produkti i manipulimeve të jashtme, por pasojë e një akumulimi të gjatë padrejtësish politike, ekonomike dhe shoqërore. Mbështetja morale dhe politike për qytetarët iranian është jo vetëm e lishme, por edhe e domosdoshme. Megjithatë, kjo mbështetje nuk duhet të zhndërrohet në alibi për një tjetër përshkallëzim ushtarak në lindjen e mesme, një rajon tashmë i lodhur nga luftrat dhe ndërhyrjet. Retorika e ashpër e presidentit amerikan Donald Trump, e shoqëruar me sinjale force dhe paralajmërime për veprime drastike, rrezikon të zhvendos fokusin nga thelbi i çështjes e drejta e një populli për të protestuar, pa u masakruar nga shteti i vet. Historia ka treguar se ndërhyrjet ushtarake, edhe kur justifikohen me gjuhën e të drejtave të njerëzit, shpesh përfundojnë duke prodhuar më shumë viktima, më shumë kaos dhe më pak demokraci. Shembulli i Venezuelës, ku përballja e ashpër me regjimin e Nicolas Maduro është ndërruar në një loj force gjeopolitike, duhet të shërbejë si paralajmërim. Ndryshimi i qëndrueshëm politik nuk imponohet nga jashtë me tanke apo raketa, por ndërtohet përmes presionit diplomatik, izolimit të targetuar të elitave represive dhe mbështetjes së strukturuar për shoqërinë civile. Në këtë moment kritik, diplomacia duhet hyrë në veprime të gjithë arsenalin e saj, sanksione të mençura dhe të koordinuara, hetime ndërkombëtare për shkeljet e të drejtave të njerëzit, kanale e dialogu të hapura dhe një front të bashkuar mes SBA-s, Bashkimit Evropian dhe aktorëve rajonal. Lufta do ta shuante zërin e protestuesve duke e mbuluar me zhurmën e bombave. Diplomacia, përkundrazi, mund të amplifikojë ato në tryezat ku merren vendimet globale. Mbështetja për protestat në Iran dhe kundërshtimi i luftës nuk janë qëndrime kontradiktore. Ato janë dy anë të së njëjtës filozofi politike, mbrojtja e jetës njerëzore dhe së ardhmes së stabilitetit ndërkombëtar. Nëse perëndimi dëshiron të jetë në anën e duhur të historisë, duhet të zgjedhë fjalën, jo zjarrin, presionin diplomatik, jo shkatrimin ushtarak.